Zoti Berisha, a keni një koment në lidhje me lajmin e publikuar në media një ditë më parë për shkarkimin e Yuri Kim nga Departamenti Amerikan I Shtetit? Nuk kam asnjë lajm të sigurt për është lajmeve që janë botuar se ajo është shkarkuar ose jo. Ajo çfarë unë them, ajo në deklaratë mia ka qenë diplomate e korruptuar dhe unë kam ftuar FBI-n, kam ftuar Kongresin të hetojnë për korrupsionin e saj dhe ato informacione që disponoj, unë jam I gatshëm t'ja u vënë në dispozicion. Ditët e fundit kemi parë një dashuri mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës ku kanë shkëmbyer plot video me njëri tjetrin ku I bëjnë dedikime ku je ti e ku është tjetri. Si e shikoni këtë dashuri të dy kundërshtarëve tuaj tashmë pasi dhe Lul Bashën e keni shpallur armik? Tani ate që kishin të fshet e nxorën hapur. Kaq mund të them se dashurit janë me faza, e kanë fazën latente, e kanë fazën publike e tjerë. S'ka gjatë e kishin ata, e dolën publikisht. Zoti ja u shtoft.